babat shqiptar janë shumë familjar, edhe gjithmonë dojnë me të buty the diamond, the gold, kur gjasa. Kur gjasë është silver, kur gjasë është Ducati, po kur të folën për diamant, diamanti shkëlqen. Babat shqiptar nuk na shohin neve si silver apo si gold. Neve na shohin diamant, ata dojnë na me shine. Kur të folën për babin, është shumë një emocion që edhe shpirtin e zemrën ma djeg. Thot e kisha pas filloretën mashkull, tërë Kosovën e kisha pas teme. Pronën e parë në Shëngjën, do me thonë në Evropë që e kum ble, unë e kum ble vetëm me babin krenar. Po du me të pyet pak edhe për babën, se ti veç e përmenen që dhe baba o konë që ka punu ti për shumë, andej që edhe te i ke gëzut mirat e ti, po me një formë ose me një tjetër, ke arrit që me bo punën që e ka bo baba me punu qatë shumë. Çfarë lidhje ka pas Filoreta me babën? Kur të folën për babin, është shumë një emocion që edhe shpirtin e zemrën ma djeg. Me babin kum pas një muj me tonë që një gju që me as kanë botë se kam, as me shoko nuk e kam. Kur vjen puna të biznesi, të dytë prindit i du njajt, po me babi gjithmonë ka qenë një biznesmen që i ka dasht vetëm punëtorët. Po nëse e kon lazy, e s'ta ka dasht punën, kur s'ke hi nat rrethin e tina. Une besoj edhe mburëm që ja vajza tina, po edhe ka ra babi, une sot e përgëzoj suksesin tem, edhe jam ajo woman që jam, që edhe sot edhe bota mja. Sa ka qenë krenar babi me kretu arriturat e tua? Se para intervistës ma thënë një shpreje që më buni përshtypja edhe mu, që jeni t'i kje dhe vllazni, po vetë je hastretit. Sa një krenar baba me këta? Babi unë një shumë krenar, edhe gjithmonë ka thonë, Filoreta është sa 7 jam, edhe pse ka pas vetëm 3. Thot e kisha pas Filoretën mashkull, Filoreta, unë e tërë Kosovën e kisha pas temen. Po, edhe pse që jam femen, a i gjithmonë më burë me mu, po pronën e parë në Shëngjën, do me thonë në Evropë që e kum ble, unë e kum ble vetëm me babin krenar, ra ajo prona parë, e bleta pronën e dytë, babi mi dha 2 trashegim, sot i gëzoj 4 në Kosovë, e 19 tjera në Amerikë. Po më intereson me ditë sa ka qenë i përmbushën me këto që te ke arrit, cila ka qenë një fjallë nashta që së dasoj dite e mbon mend që ta ka thonë? Kanë qenë shumë fjallë kanë qenë, po gjithmonë pa marrë parasysh sa miliona i ki, pa marrë parasysh atë cilën hap suksesit ke arrit, babi gjithmonë e ka dit me prek atë button, atë pullën, pikën, që me të ngritu ma tepër, që me të botu hungry, me të bo humbled, me të botu të push. Me të qëtu hala për para. Po, me qëtu hala për para. Po, unë e di të kësha pas babin gjallë, që 3 vjetë ka vdek, unë e di që suksesin tem, ndoshta e kësha pas hala pak ma të nalë, po, dënë zoti, edhe kush jam sot, jam shumë krenar edhe mburë me suksesin tem. Që po më vjen shumë mirë që ke arrit me bo krenar, sa o konë pjesë e jetës tane, dhe vazhdojnë me bo krenar hala edhe atje ku është. Pa tjetër, faleminderit. Mu po më intereson pak edhe të pjesa se e bonën një deklarat kove të fundit që për një me ke bajagi virale, edhe pse njihesh si person që je drejt për drejt edhe gjithë shka e thua ashtu patu dritë që piku, ti e tha që babat shqiptar me një farforme nuk janë kur të ngim ashtu, gjithmonë kërkojnë ma shumë janë insistus. Pse kështu? Pse babat shqiptar janë shumë familjar, edhe gjithmonë dojnë me të buty the diamond, the gold, kur gjasa. Kur gjasa është silver, kur gjasa është Ducati, po kur të folën për diamant, diamanti shkëlqen. Diamanti është diamant, se gjithmonë ka shkëlqyet, ka me shkëlqyet. Edhe baba shqiptar nuk na shohin neve si silver apo si gold. Neve na shohin diamant, edhe diamantin na krejt i falem, po diamantin gjithmonë e nalëm për veti. E për atë qëllim ata dojnë na me shine, na me ndriqu, apo? Me ndriqu shumë e ma shumë. Po do me kalu të një pjesë tjetër edhe me të pytë se e mon men cila ka qenë pruna e parë, qoftë për blerje, qoftë për shitje, cila ka qenë e parë edhe që shenë djeti atëherë.
Prona e parë private që kom bje ka qenë 2003-ën, prona e dytë ka qenë 2010-ën, prona e tretë e katër ka qenë 2016-ën, edhe prej 2016-ën deri 2020 u pata ngell, për shkak se kam qenë shumë busy, e prej 2020 e deri me tani, do me thonë i kam këto prona tjera, po edhe unë tashti për momentin blej, i rregulloj, i ndreqi, i shes. Po ka raste edhe blej, edhe i nali, i lëshoj me qëra. Po aktive që i kam sot, i kam 3 në Shëngjën, 1 në Prishtinë, edhe 19 në shtetin Michigan.